Për dialog. Nga jo që ju e njini Albin Kurtin shumë se ne këtu, sa e sinqert është këftes? Shqyqoni, ftesa Kurtit mund të duket jo e sinqert, por se po ku ka një veprim për të cilën kemi kërkuar vazhdimsi. Zoti Kurti edhe kretarët e tjera të partive politike të takohen dhe të bëjnë kompromis. Unë e vlerësoj pozitive këtë kërkesë të tij, pavarësisht se ndoshta mund të shfaqet nesër ndonjë problem i cili mund të jetë në kuptimin veprim dinak taktik elektoral, por kjo pritet të sqarohet me njëherë në takimin e nesër, cili është qëllimi i kërkesës, cilat janë përgjigje që do të jep Kurti ndaj kërkesave të partive politike parlamentare të tjera dhe të analizojnë pasaj pas këtij takimi. Por pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese është dashur që së paku simbolikisht dhe ky veprim është i mirë i zotit Kurti që të bëhet një takim në mënyrë që të bëhet një zgjidhje. Në rast se nuk bëhet një zgjidhje, në rast se ka barikadime të tjera, atëherë normalisht do ta vlerësojmë si një veprim i cili ndoshta ka qenë vetëm për arsye simbolike elektorale, për efekte të publikut, po jo për efekte edhe për qëllim të konsolidimit të kuvendit. E kuptoj, ndërkohë çfarë duhet presën nga partitë e tjera politike? Naim, sepse ato kanë qenë shumë qarta në qëndrimet e tyre, pra ka qenë taksative të palëkundura partitë opozitare në atë çfarë kanë kërkuar. Tashmë jemi në kushtet ku ata duhet të lëshojnë diçka? Shqyqoni, partitë opozitare nuk opozitare të dikushme, por ajo që duhet të mos lëshohet është tek votimi me mënyrën e fshehtë. Të tjerat, të cilat mund të jenë marrëveshje politike, është në dorën edhe në funksionin e tyre, ose në qëllimit dhe synimit e tyre politike që të lëshojnë ose të mos lëshojnë por kjo, po e them, po e ripërsëris edhe njerë. Lëshimi edhe nga synimit edhe qëllimet politike, të cilat mund të jenë kryesisht për pozita drejtuese në nivel republikan, do duhet të ishte vetëm me qëllim të konstituimit edhe të nisjes së disa punëve veç atyre që lidhen me fondet që duhet të merren nga Bashkimi Evropian. Shqyqoni, Republika e Shqipërisë ku jeni ju atje, republikat e tjera, vendet e tjera të rajonit ka nisur të marrin fondet e Bashkimit Evropian nga plani i rritit, ndërkohë ne nuk i kemi marrë ende. Dhe paramendoni situatën sikur të shkojmë deri në muajin shtator, po edhe nëse konsiderohet sot kuvendi, ato fonde do të mund të mirën tek pas 3-4 muajve. Dhe kjo do të ndikojnë edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Për këtë arsye po them, edhe nëse lëshojnë edhe nëse nuk lëshojnë prap pasojat të jenë pozitive o negative. E kuptoj, Naim, qofshe i gabuar, paktën nga perceptimi, duket sikur partitë politike se ka mendjen fare të kuvendit, ka mendjen e 12 tetorit tashmë. Pra ka më shumë fokus. Apo jo, apo është perceptimi i gabuar ky? Po, gjitha partitë politike duket që kanë vëmendjen tek 12 tetorit data e zgjedhjeve, por siç e thash edhe në deklaratën para mediave tek aksioni protestues, nuk do duhet që fokusi të ishte tek zgjedhjet lokale nga partitë politike që janë krerët e partive politike edhe deputetët në nivel nacional. Do duhet këta ta konsiderojnë kuvendin dhe të rinë karshijin të detyrave, sepse paramendoni si mundet një parti politike që nuk i konsiderojnë kuvendin, parti politike të shkojnë në 3 komune që nuk e ka merr ato përgjigjen e dhe të kandidojnë se do ta rregullojnë jetën më mirë se sa që nuk e rregullojnë jetën institucionale në kuvend të Kosovës duke e formuar kuvendin dhe duke votuar qeverinë. Edhe kjo është dyftërsi, kjo është hipokrizi për arsye se është parti politike që nuk e konsiderojnë vetveten dhe shkojnë atje në ato 3 komuna të kërkojnë votën se do ta rregullojnë jetën. E si do ta rregullosh jetën kur nuk e mrri me e rregulluar edhe me ngrit një kuvend të Kosovës që mi hop derë qeverisë, që me rishiku buxhetin, me i votu marrëveshje ndërkombëtare, me nis marrjen e fondeve të Bashkimit Evropian dhe në ndërkohë dhe me nis punët e tjera të cilat kanë mbetur në gjysmë në legislaturën e kaluar. E kuptoj, Naim, dhe në fund